Shikues nderuar, mirë se vini në magazinë informative 21 drejt për drejt. Në fillim, siç keni vërejtur, fokusimin në fushatën zgjedhore edhe sot do të ndalemi pikërisht në këto zhvillime. Për zgjedhjet parlamentare të së dielës, po garon edhe Partia Progresive Demokratike e kryetarit Nenad Rashić, të cilin e kemi ftuar sot në këtë edicion. Mirë se erdhe, Nenad. Mirë se gjeta. Një korrigjim në fillim. Ne jemi partia politike e cila vërteta që kemi qenë një moment me këtë emër, por tash jemi partia për liri, drejtësi dhe mbijetesë. Kështu që një korrigjim i vogël teknik. Ti je këtu për të përmirësuar. Si do që tjetë Nenad një vlerësim tënde për fushatën në përgjithësi dhe konkretisht për partinë tënde? Po, një vlerësim. Oke, s'pari, duhet të kuptoni që unë jam këtu që 20 vjetë që po mirë me politikë dhe gjithmonë e kom besoj që kom pas një përfaqësim të më shtu sinqert, konstruktiv, korekt, ose ma mirë të them e kom dashur që ta reprezentoj të gjithë ata në veçëti të garatë të Komitetit Sërb për një politikë të moderuar, moderne, evropiane, e cilja e ka për qëllim një zhvillim të kapaciteteve brenda të institucioneve të Kosovës. Shtu që pasi ditur, pasi që ke përmend këto elemente, gjithmonë prej fillimit të krijimin e një strukturë tjetër i cila përkrahet nga Beogradi, në këtë rast është kjo listë sërbe, ne kemi pas shumë sfida, të them vërtetën, jo vetëm nga aspektin politik, po nga aspektin personal, individual, familjar, sepse ata strukturat nuk e din asgjë tjetër përveç të bëjnë do presione dhe ta veprojnë me në mënyrë të dhunshëm ndaj nesh, ndaj çdo oponent, ashtu që dhe kësaj radhe po përsëritet njëjtin send, shto 3-4 javë të fundit në veçanti, sikur që ndoshta jeni të informuar e kemi pas rastet largimin nga puna, ndërprerje kontratave, kështu me radhë, dhe kjo është vetëm një pjesë tjetër është të gjithë ata që janë në çfarëdo formë që janë përdorusit ose përfitusit të skemave sociale në Serbi, janë të ftuar grup pas grupit në qoftë Merdar, qoftë në Vraj, qoftë në Rash, me një trajtim absolutisht i vrazhd, i çuditshëm, i kohës se ndoshta dhe naciste, ku krejt ata janë aty trajtuar në mënyrë që duhet ta votojnë gjithçysh listën sërbe, se përndryshe humbi krejt beneficionet e ndalin mundësi të hyrjes në Serbi e krejt qëtu më radhë. Prandaj, është një metodologji që është njoftur për ne, fatkeqësisht, por sot edhe kësaj radhe është edhe level up, që thuhet. Jo, dhe kjo po ndërlidhet me gjendjen e institucioneve në Serbi, në veçanti me gjendjen psiqike, kishte thonë dhe vetë kryetarit ose presidentin e Serbisë. Prandaj, same old që thojnë, por megjithatë tash edhe ma brutale, një nivel pak ma ashpër ndaj të gjithë ne që jemi konsiderojnë njerëz normal, të cilët po konsiderojnë se sistemi kosovar është një bazë ligjore ku mund të funksionojë. Për këto do të flasim edhe në detaje, në vim Nenad, si je pritur të popullata serbe në Kosovë me këto pikpamjet, orientimet tuaja politike që thaj që 20 vjet duke u ndeshur me probleme të jashtëzakonshme. Unë thëmë vërtetin, po të kishim pas një sondazh, ose në momentit ku nuk ka ndonjë fushat zgjedhore, ju do të shihni që 95% të njerëzve mendojnë njëjtë sikur unë. Se ai qasje praktike ndaj jetës, se jeta nuk mund të pret, është i njëjtë sikur që kom unë, sikur dhe të tjerët. Por, kur vjen koha të zgjedhjeve, në veçanti kur vjen koha kur të gjithë mekanizma janë përdorur, kur po them të gjithë, absolutisht të gjithë mekanizma, duke nisur prej, hajde me thonë, deklaratave të para të cilat dalin prej presidentin, shefin e zyrës për Kosovë, e keni një aparatur, mekanizm të gjithë medjave, jo të gjithë, falni, por shumicën e medjave janë, thonë, në pronë, jo vetëm dur të diktaturës në Beograd, por janë edhe në pronë të ndërlidhuna me diktaturën në Beograd, e përdorin vokabularin ndaj nesh, ndaj meje, sikur që jam njeri maj keq i mundshëm, dhe kjo po përsëritet që 2 javë. Dhe më besoni jetë ta shju, që të shihni për shembull sonte, qoftë Pinku, Informerin, RTS-in, do të gjeni, jam i sigurt, ndonjë storje për mua sa ki keq jam. Dhe deri të mekanizma tjera të cilët janë ashtu shpërndan në kufi,
dhe aty i presin çdo njerë, që tash dje kemi pas një rast për shembull një bashkëpunëtorë të mi ka qenë të ndalur do 12 orë në kufi me të gjithë ato marrin pyetje me shantazhe, me maltretime shumë të rënda. Prandaj me të vërtetën unë nuk di çka tjetër mund të bëjmë ne, dhe tash po them ndoshta pa dorë se që thoni ju, që besoj që jemi të një parti politike që është sakrifikuar mas shumë të sa i përket një besim politik i cili është zhvillim demokratik ose vlera demokratike që mund të aplikojnë poshtë në Kosovë. Prandaj është një instrument, një mekanizëm i cili është drejtuar direkt kundër nesh dhe ashtu si që është tani, në këtë moment me të vërtet është sfiduese që ta në një forme të supozoj çka mund të bëhet në fund, sepse me të vërtet është sfidë e madhe. Do të thëmë para vetës, para njerëzve që vinë pas te, qytetarëve serbë në këtë rast, është një barriere fort, një kundërshtimi i fuqishëm i palës tjetër. Ti ke biseduar në detaje, besoj edhe lirshëm me qytetarët me serbët e Kosovës, lidhur me shkputjen nga këto varësi nga Beogradi zyrtar. Çfarë thonë ata? Pa, jo shkputje, kur thoni shkputje, që të kuptojmë. Shkputjen e ndikimit tyre, jo shkputje. Okej, shkputje politike, sepse që të kuptojmë, që jemi sinqert absolutisht dhe ato lidhjen me Beogradin, por jo në formën të politikës, por në formën kulturore, financiare, fetare, shëmëra. Kjo jemi normalisht, që kjo ndihet. Por ai elementi që është politika, e cila është kaq e keqe, po duhet të them, në këtë moment Beograd, e ka sjell një diktaturë që këtu, për shembull, unë e di që sa keq është Serbi në këtë moment, është tepër e keq. Por këtu herë 3. Edhe më keq, sepse Kosova në kon sikur një zonë hije ku po në formë vokabularit, ose përdorimin e fjalëve, gjithmonë është aty, por nga aspektin e financiar është ka qenë një poligoni për larjen e parave. Dhe kjo pasi që tani këto ekziston këtë formë, dhe ju nuk mund të supozoni sa buxhetet i kanë kinse, komuna për shembull Prishtinës, vendosur Graçanicë, ose disa organizata ose komuna tjera të cilat po funksionojnë në vendin e treta. Por megjithatë, derisa nuk formohet një autoritet i cili mund të përfaqëson ekskluzivisht serbët e Kosovës, kur nuk do të kemi sukseset edhe qoftë në marrëveshjet të cilit kemi duke nisur prej 2013-s, i cili ka dalë si marrëveshje më e keqe e mundshme për serbët e Kosovës. A dini pse? Sepse keni 3 aktorë aty, është Beogradi, Prishtinë dhe Brukseli, dhe ne jemi në mes. Dhe ne jemi në mes ku krejt procesi ka qenë inicuar për shkak të integrimi ma lek të sërbëve në sistemin kosovar, por ju e keni 3 organet të cilët krejt po flasin në emër të sërbëve ose integrimit, por nga në tjetër nuk keni asnjë sërb të Kosovës të marrë pjesë në këtë biseda. Dhe aty ka ndodhur gabimi i parë fillestar dhe katastrofal sipas meje, se jemi përjashtuar nga procesin e vendimarrjes. Dhe kjo po reflektohet. Po të kishim pas, tash po i kthej vetëm pak. Po të kishim pas prej atë momenti 2013-s. Ju rikujtoj, kur u bë marrëveshja 2013-s, u mundsu të gjithë organet të Beogradit në veçanti përmes listës serbe që ta marrin krejt komuna, krejt deputet, krejt çdo më radh. Po të kishim pas atë kohë, si një palë e 4, për shembull, serb të autentik të Kosovës. Ne nuk do të kishim pas shumë probleme pastaj edhe me barikada, edhe me dalje prisioneve, edhe me shumë probleme tjera sigurie që kemi pas për shembull në veri, po probleme ekzistenciale dhe institucionale edhe në jug. Prandaj, kjo ka qenë gabimi në fillim dhe tash ky gabimi vazhdon që të jetë i njëjti. Sepse keni ato 3 elemente, sikur që i kam thonë, dhe ne jemi në mes, dhe unë zakonisht po e përdor një shprehje, sikur në political Bermuda Triangle, sikur në një triangle e Bermudit ku të gjitha tu janë, por ne jemi në mes dhe nuk ka kur farë një mundësi që të përmirësojmë gjendjen. Si e koncepton, si e shef ti dhe është i arritshëm autoritetit cilin e vure në pah të serbe lokal këtu në këtë kuptim? Tash ju jap një shembull dhe konsideroj që absolutisht kemi problem për përfaqësim politik,
që u përmendëm, problemi është e diktaturë në Beograd në këtë moment. Sepse ju kthej pak ma heret, kur për shembull në vitat, pasi që dhe atë kohë kom qenë ministër, 2007, 2008, 2010, kemi pas demokratë në Beograd. Dhe ata e ka mundësuar një pluralizm, jo bashkë me fjallët, jo bashkë në mënyrë zyrtare, por në heshtje e ka mundësuar një mundësi të zhvillimit të pluralizmit. Sepse konstatoj ose konsideroj unë fuqishme se pluralizmi është i vetmi element, vetëm metodologjia e cila mund të sjellë kvalitetin. Kvalitetin në përfaqësim. Çka do të thotë jo? Sikur që sot, për shembull, që kemi zgjedhjet të dilin. Une, po më duhet të bisedoj me çdo votues. Direkt, mënyrë indirekte. Shumicën e raste po flas në mënyrë direkte. Dhe aty lidhet ajo, të them ashtu, përgjegjësia. Por jo si kryetari i Listë Sërbe. A dini çfarë fushat kanë Listë Sërbe? Me kërcënime, dhe jo vetëm ata, duke përdorur, si ku më thonë, krejt mekanizmet që ka Beogradi zyrtar, me shantazhe aty në nivele ku mund ata, dhe me krejt të qia, që kjo unë e konsideroj nuk është fushat, po është fushat program të kërcënimi ndaj qytetarëve të vet. Prandaj problemi më i madh që kemi ne është diktaturë në Beograd dhe ekspozitura e diktaturës në një mini, të them ashtu, nivel që është Lista Sërbe, të cilët nuk ndijnë kurfar përgjegjësi ndaj popullit, por e ndijnë vetëm përgjegjësi ndaj ata të cilët i kanë emëruar në pozitën e tyre. Se në Lista Sërbe nuk ka votim për kandidat për listë, e ka emërim, që është një diferencë shumë e madhe dhe unë normalisht po besoj në demokraci, besoj në vlerat evropiane, ku të gjithë njerëz duhet janë të respektuar dhe spari politikan duhet janë përgjegjës. Aty është kryesore, ata mendojnë kundërt. Nenad, këtë tabu që e ke thyer ti personalisht dhe me përkrahasit e tuaj politik, a ke diskutuar me ndërkombëtarët gjatë takimeve të ndryshme që ke pas? Po ju jep një shembull. Si të shkputet lidhja satelitore e Beogradit, që po thua edhe vetë diktaturës së Beogradit me satelitin e saj Listën Serbe? Është tërgimi gjatë, nuk di a kemi kaq shumë kohë, por shkurt. Po dëgjojmë. Unë për momentin e parë, bile prej 2013-14, kom kërkuar, pasi që u konkludu se nuk ka Sërbë aty, Sërbë autentik të Kosovës, të cilë mund të përfaqësojnë intereset të Sërbë lokal. Dhe prej ati momentin, unë çdo përfaqësues diplomatik që i kom takuar, kom treguar njëjtin gjë. Kom treguar, ju duhet të keni mos paku disa dhe përfaqësues komunitetit sërb që të janë bile mbikëqyrës. Jo politik, mbikëqyrës jo politik, por apolitik, që të janë dëshmitar të proceseve si shkon, pasi që në fundit është, të thomë, pyetje kryesore ka qenë integrimi të komunitetit sërb në qendrën e Kosovës. Dhe pastaj, nuk ka reagime, sikur çdo herë, dini, diplomat nga Brukseli, për shembull, shpesh herë flasin sikur në Tibet. Dhe që do thotë? Që do thotë, me të vërtetën, njeri i shtu, të them, kush nuk mirët me politikë, nuk mund t'i kuptoj. Unë i kuptoj, por me gjithë të po pres një dinamik të vërpimeve, ose një reagim, ose një përgjigje, çfarë do qoftë. Pasi që kjo zgjat 2, 3, 4 vjet. Ju rekujtoj një herë, kur e kemi takuar atje në një takim ka qenë përbashkët të kohë ka qenë Hani, Mogherini dhe Johansen, mos gabosha, mos përzija emrin tani. Personalitetet lartë të Personalitetet lartë të BE-s, po. Dhe unë vetëm kom kërkuar kjo. E kom një pyetje dhe një propozim. Propozim që të ketë bile 2 përfaqësues si dëshmitar të procesit. As nuk u përgjigj, mo lehet që ka ndodhur në diçka e tillë në atë proces. Megjithatë, po vazhdoj tutje se nuk ka ndodhur ose ju tash këtë moment. Pyetni, nëse keni rasti ju si gazetar, çfarë përgjigje do të keni? Nuk do të ketë përgjigje, sepse është bërë një gabim në fillim dhe me këtë gabimi i cili mbetet si gabim, po vazhdojnë matuti. Tash po i tregoj rastin kur ka ndodhur kjo para 3 javë, kjo ndërprerje e kontratave. Në Graçanic, po, dhe normalisht njerëzit tam ka thirrë mua që kam problem, ndodhin këto kështu, dhe normalisht unë intervenoj dhe i thash, hajdet une, kom ju siguru këtë dikmë ligjore falas, që mund të mi
ndihmon në procesin ku ju jeni dëmtuar shumë. Dhe njëjtën ditë, unë shkruva të gjitha përfaqësuesve diplomatik, sepse ne kemi një fletore në ty, ku janë adreset të gjithë ambasadave, ku i shkrujta një mail pak me ta shpjegoj situatën, ku kom përmend dhe kjo që po ndodhet në Mirdar, për shembull, në Kufi, kjo që ka ndodhur normalisht me punëtorët të cilët kanë qenë larguar nga puna, dhe vetëm atë ditë ka qenë 20+ person të cilët kanë qenë larguar. Disa janë lajmëruar të na, disa jo, për arsye të ndryshme. Dhe paramendoni, për krejt atyre, të them, ata të përfaqësuesve diplomatike, vetëm një përgjigje kemi pas, për pranimin e mailin nga anët të Malit të Zi, që unë e respektoj normalisht. 2 ditë pastaj, tonën të martën, prap njëjtën metodologji po vazhdon, dhe me punëtor tjerë, nuk ka ndryshim të situatës, edhe përkeqësohet. Unë edhe njerë shkruva mailin, ku e kom qenë pak ma sakt, kom thonë, a mundeni me dënu në i forforme këto sjelljet kushdo që e bon, për shkak të zgjedhjeve, se kjo është senim të drejtave esenciale, është do të senim të drejtave të bazike, dhe në fund i thash, ju lutem vetëm dënoni ata të cilët bojnë, kushdo qoftë që janë ata. Normalisht që asnjëherë nuk kom pas kurfar përgjigje. Dhe më këto konstatime, unë nuk e di çka kanë bo ata njerëz, ku e kanë vendimin për ndërprerjen e kontratës, ku thuhet sakt, për shkak të përkatësi politike, ku thuhet sakt që ju jeni larguar nga puna se keni bo like në Facebook. Tjetri është larguar nga puna që thot sjelljet e tij nuk ka qenë adekuate jashtë orarit punës. Rasisht, më ka rënë mend, me ai personi që është në viktim të ndërprerjen e kontratës, kom pas rasisht një drek përbashkët para 3-4 muaj. Dhe unë me të parin nuk e kuptova, por kur e kom pa që kjo referohet absolutisht në atë element që ai ka qenë me mua në një drek përbashkët para 3-4 muaj. Prandaj, ata që janë përfaqësues, besoj që din ma mirë çka do thotë kur thuhet në vendim për shkak të përkatësi politike, paramendoni. Kështu që nga aspekti të veprimeve, ose ma mirë të them mos veprimeve nga ana të përfaqësues ndërkombëtar, unë jo që jam i zgjuar, por shumë i dëshpëruar. Nenada, e konsideron listën serbe strukturë ilegale pas rikthimit të saj, sepse një kohë u tërhoqën nga skena politike. Pa nuk mund të themi që janë ilegale, sepse i kanë mandatet e ty. E verifikoj KQZ-ja, institucionet i njohin, i keni në krejt komuna janë përfaqësues të tillë. Kështu që nuk janë në mënyrë ilegale, por është ilegale në mënyrë që kanë ardhur në opozita. Aty është problemi, se ne po konstatojmë që është e mundshme që të marrim për shembull 9 deputet ose 10 kryetarë, sikur që ju kam thonë në fillim. Kjo është metodologjia që e përdorim për çdo herë, prej 2013-s. Dhe në ati momenti, unë e ka njëherë nuk, thomërtetën, ata janë të tillë, janë radikal, ekstrem, ashtu janë njerëz mercenar, të them ashtu. A e përdorin Kosovën edhe për çështje të brendshme në Serbi në këso rastesh? Okej, në aspektin politik, psikologjik, në këtë moment, pasi që nuk kom përfunduar, por megjithatë, okej, po vazhdoj, e përdorin, a dini pse janë kaq brutal tani. Është një terror në veprim. Sepse ky njeri i parë, sikur që Lista Serbe është ekspozitura e SNS-it, kjo është ditur normalisht. Dhe Vučićit, për shkak që të ndryshme dhe situatën që ka në Serbi, e ka një situatë ku nuk mund të shpëtoj, ai nuk ka shans zgjedhjet e radhës. Nuk ka shans. Prandaj i nevojitet në kryet e tij, apo i nevojitet një fitore e madhe, kështu siç ai po imagjinon. Dhe fitore e madhe për të kishte qenë që me marr 10 deputet. 10 deputet në Kosovë. Mos i përmendni që Lista Serbe ka qenë destruktiv prej momentin e parë, por megjithatë, bazuar në ligj, e kanë mundësi që të garojnë dhe mundet eventualisht dhe kjo që të ndodhet. Dhe fitore e madhe nuk është për ndonjë interes për të mirën e institucioneve të Kosovës ose zhvillim të Listës Serbe brenda institucioneve, por është vetëm për interes të
Vučićit në Beograd, se po dëshiroj për shkak të gjendjes e keqe në tërë Serbi, ai po dëshiron që të tregoj veten sikur i fuqishëm, sikur i paprekshëm, se ai nuk mund të fitohet në këtë moment ku po afrohen ato zgjedhjet të cilat do të janë në Serbi. Prandaj kjo është elementi i cili e kanë mundësu krejt institucionet. Po para mendoni ju kur një shtet i organizon krejt institucionet që të luftohet kundër meje. Kundër meje. Atë që fuqishëm je. Atë që fuqishëm je. Mune që krejt Serbia, dhe thot me strukturat të cilet janë të prishura tani, me një udhëheqje kaq katastrofale, kaq radikale, kaq diktatoriale, që të përdorin kundër meje. Serbia, po, në rrënjësht. Ashtu që, po kuptoni krejt se njeri i cili ka fuqi dhe nuk ka kur farë kufi të përdorimit të vrasht të asaj fuqie, normali që është sfiduesi për ne të vazhdojmë të funksionojmë edhe pse e funksionojmë në një sistem tjetër, por mekanizmat e cilit kanë ndaj sërbt janë kaq të vrashta, kaq të fuqishme që nuk mund të them ashtu që ti injorojmë, ose ma mirë me thonë që mund të njoftim sikur që shumë të fuqishme dhe shumë të imponuese. Menat, marrëveshjet e arritura në dialogun Kosovë-Serbi në Bruksele, pastaj edhe aneksi në Ohër, janë dezavuar, nëse mund të shprehem kështu, për shkak të mos zbatimit të tyre, siç janë të cilësuara në këto marrëveshje. A je optimist se ky dialog do të zgjidhë diçka në këtë pavarësinë serbe, pavarësinë politike gjithmonë, po them, lokal në Kosovë nga ndikimi i Beogradit? Nuk e shoh në këtë moment. Nuk e shoh as një vullnet ose gatishmërinë që bini ato marrëveshje që kemi pas, që të zbatohen, dhe tek ndoshta gjatë procesin e zbatimit eventualisht mundet, nëse institucionet e Kosovës sikur që është për shembull, ta supozojmë, nuk kam ndonjë informat e re, por ta supozojmë që ai draft statuti që është për zajednicën, për shembull për asociacionin, që në një formë ato tash po aludojnë në tema sikur që janë shëndetësia dhe arsimi, ku i prek këtë statuti, në thojza, këtë draft dokumenti i prek deri ndikun ato elementi. Eventualisht, me kohë, nëse kjo shto marrëveshje mund të zbatohen, eventualisht me kohë, ndoshta do të kishim pas një insight, me thonë, me pas një qasje, pak ma afër, çka mund të ndodhë në të ardhmen, ku mund të eventualisht të pavërsohet nga ndikimit politik të Beogradit. Në këtë moment, një gjë tillë unë nuk e shoh dhe nuk mundën të parashikoj të vërtetën kur mund të ndodhë një gjë tillë. Menat, le të ndalemi pak në hallet e serbëve në Kosovë, nevojat e tyre, problemet e tyre në të gjitha sferat e jetës. Qa ju mungon, ku e kanë mirë, ku se kanë mirë, në qka ankohen më tepër me tek ti? Mas shumë ti mungon përfaqësim adekuat politik, të vërtetin, tash si politikanë thomë unë, sepse po i jep një shembull. Ato strukturat të listës serbe është e ditur që janë mafiozë, okay? Dhe po i jep një shembull. Ju keni një tash një komunë e marrë, si shembull, Graçanica. Ma e afërt është në Prishtinës aty. Dhe ju keni, ata i kanë buxhetin dikun 9.5, soi radhë këtë vit kanë 11.5 milion. Une, Ministria për Komunitetet e Kthim, e ka buxhetin 6.5 milion. Ne për 3 vite, me 6.5 milion, kemi ndërtuar 104 shtëpia, e kemi dhonë 550 projekte, subvencimi individuale mbi 700, pak ushqimore, teknikë të barë, krejt to, ne kemi investuar mbi 18 milion në mënyrë direkte, jo për pagë, në mënyrë direkte 18 milion. Unë po ju garantoj që të boni ju anketë, dhe dalë një Graçanicë, dhe të pyetni qytetarët, a ju kujtohet në 5 vitet fundit, komuna e Graçanicës që ka zbatuar ndonjë projekt, që ka kushtuar më shumë se 50.000, unë po ju garantoj asnjë qytetar nuk ka me ditë, sepse nuk ndodh, sepse nuk ka, nuk ndodh, nuk bojnë. Qësh i manipulojnë me parat, unë nuk e di, se nuk kam prapë informacione nga brenda, por aty është problemi, po të kishim pas ne njerëz të cilët janë bile normal. Nuk ka nevojë politikant ose një kryetar të di krejt, po kuptoj. Por jam i sigurt që ka njerëz që mund
të janë ndihmojnë që të kuptojnë çka duhet të bënë. Dhe ashtu e para që po na mungon një përfaqësim adekuat, e dyta normalisht që i mungon një, unë zakonisht po them, një kuptim ma modern, kuptim të vlerave evropiane, kuptim të pragmatizëm sa i përket funksionimit nacionit të Kosovës. Përkundërzi, fatkeqësisht edhe prej mentalitetit që na vjen nga kreu i Serbisë, po na vjen një mentaliteti i viteve 90, ku krejt është ashtu nën kontroll. Ju sakt mund të shihni kur e shkoni për shembull kur e kaloni përmes do katuna sërbe, sikur që jeta ka met aty, sikur në vitin 90, që është pabesueshme. Ashtu nga aspekti mental, do të thonë në këtë rast psikologjik, po na duhet që të kuptojmë se jeta po vazhdon, duhet ta jemi dhe ne të gatshëm që ta investojmë në Kosovë, jo që ta mbështesim në do elemente të tjera të cilët po na shfrytëzojnë për një metodologji ma shumë imponuese politike, se sa që me të vërtetin për kujdesin për ne. Prap kjo është për mu esenciale, që të kemi një përfaqësim adekuat, që ta kuptojmë situatën se duhet të lëvizim. Nuk mund të besim atu ku jemi, sepse e di mentaliteti i viteve 90 që ka në kësjell, që thot asgjë të mirë. Nenad, ti përveç listës serbe, ke edhe tjera parti rivale politike këtu në Kosovë, a janë në gjendje që t'i bashkohen? Jo, nuk këtë rast edhe kësaj rade ne jemi të vetëm, të them ashtu kundër oponenti i listës serbe. Ato parti politike tjera janë, po më duhet të them, kapacitete pak ma limituara. Edhe pse për zgjedhjet lokale është okej që të keni sa më shumë oponent, dhe kjo prapë po them për shkak të pluralizmit, dhe unë po inkurajoj ton kohën që ta kemi ma shumë përfaqësues, sepse kjo është normale. Por kësaj radhe nuk kemi asnjë parti politik tjetër përveç ne aty, dhe kjo për fatkeqësi unë kam pas shpresë që një kandidaturë të një grupacion të partive politike të vogla, të cilët ka qenë paralajmëruar në formë që të cilët janë prej veriut dhe disa nga jugut, mendova që ata do të kandidojnë, sepse konsideroj që kishte qenë ma lehtë edhe për ne, sepse nuk do të ishte fokusi vetëm në na, por gjithashtu ata ndoshta kishin shpërnda ai presioni i cili vjen, por fatkeqësisht nuk kanë arritur që ta rregullojnë krejt ato aspekte teknike sa i përket një regjistrim. Prandaj besim prap ne, dhe nuk është herë e parë, dhe ju kujtoj herën e parafundit, prapë kemi pas njëjtin situatë kur kemi qenë vetë, kështu që edhe të mos kishim pas zgjedhje çdo 3-4 muaj, ndoshta kishim mujtë të jemi më stabil. Kështu në këto rrethanat. Në këto rrethana, Nenad, çfarë pret ti kësaj radhe që po unë gjithçysh të arrish një prag më të lartë të po, gjithçysh pres që të jemi pjesë e parlamentit, gjithçysh, por megjithatë me rrethanat të cilët kemi aktuale bashkë të vërtetë unë 20 vjet në politikë. E zakonisht mund ta parashikoj çka mund të ndodhë. Por me këto variantat të cilët ndoshta dhe institucionet e Kosovës nuk kanë deri më tani, po flas deri më tani, zgjedhjet janë të dilën. Nëse nuk reagohet në mënyrë që ta mbrohet interesi i votuesve, në veçanti mbrojtja e votës e votuesit, nëse vazhdohet që ta bëhet në formë agresive, radikale, që ta kërcënohet, që ta mblidhin njerëz qoftë në Mirdar, qoftë kudo qoftë tjetër, në qoftë se vazhdojnë që të ndërprejnë kontratët punës pa kur farë osjetim, vetëm sepse supozohet që është përkatësi politike i cila shkon në favor të partisë time politike, atëherë me të vërtetë nuk mund të parashikoj. Përndryshe, siç thash, unë jam profesionist, unë çdo fushat parazgjedhore, për çdo zgjedhje, unë po luftoj ashtu me kapacitete të plota, por nuk mund t'i parashikoj sepse kësaj radhe me të vërtetë është level up që thuhet. Është një nivel të jetë shtu ekstrem që po na tregon, sikur që ju shpjegova më herët, unë po kuptoj pse është, por nuk i kuptoj kanjëherë pse nuk kemi mujt ta parashikojmë, sepse një gjë e tillë ekstreme ka ndodhur para 3 javë. Para 3 javë është incidenti, të them ashtu, i parë, ku është ndërprej kontratat punës të njerëzve të cilët janë bashkëqytetarë tonë.
për mua nuk është me rëndësinë cilë institucion po punon. Ai po jeton me mua, po jeton ku jetoj edhe une. Kështu që nëse ju e qetni në rrezik drejtën esenciale të njeriut, po pres që institucionet po reagojnë. Se nuk kemi institucionet tjera, une nuk di që kemi. A ka ndjekur rrugën juridike, gjyqësore, këta të përjashtuarit të Kosorit? Po, e kanë bo padi, normalisht, në aspektin ligjor sa e përket brojtjen e vendin e punës, por dhe aspekti kallëzimi penal të cilit prap kërcënimi ose të them maltretimin këtë rast shkelja esenciale të drejtave, konsideroj që secili prej atyre organeve kompetente duhet ta mirët me ta. Skena politike shqiptare është fragmentuar, e dinti, fort mirë, po më intereson përgjigja jute si të kam pritur pushtetje dhe opozita nga pala shqiptare. Pa shikoni, parti politike shqiptare ne njifim i moti dhe personalisht po njifim me shumicën ndërmuesit e tyre, pasi që me 20 vjetë, kur jeni 20 vjetë normalisht që të kojeni në qoftë në parlament, qoftë në vende tjera. Them vërtetën, besoj që kom bashkëpunuar në mënyrë direkte me shumicën prej tyre, në cili do prej legjislacionet ose qeverit që kemi, dhe nuk kom diçka të them me keqe, por është vërtetë që kur nuk e kuptojnë thellësinë e problematikës që kemi ne. Dhe më besoni që çdo herë kur flas për problemet e cilet kemi ne gjatë procesin parazgjedor, gjatë fushatës, ju e dëgjoni, por nuk e kuptoni. Sa është thellësia e elementeve ekstreme, ekstremizmit, radikalet e cilet në fakt. Probleme normalisht. Kështu që në deri me tani sinqerisht nuk kemi pas ndonjë përkrahje në atë formë që ta, ne ju përkrahim, çka mundemi ose diçka e tillë, nuk ka ndonjë një e tillë. Unë vetëm shpresoj që institucionet legjitime të Kosovës do të mirën me këto raste, sepse thjesht zgjidhje tjetër unë nuk kam. Nuk di çka tjetër të bëj përveç të respektoj ligjin dhe ta brenda kufirit ligjit, brenda kornizave ligjore ti mbrojmë ata njerëz të cilët nuk kanë askënd tjetër përveç mua. Dhe kjo besoni që është edhe një përgjithësi tejet shtesë e cila ju mbet juve, që ju vetë që të gjeni mënyrë në një ramë shumë të limituar të veprimet e cili mund të bëni. Kështu që nuk është lehtë, por po vazhdojmë. Për fund fare, kamera jute është ajo, që du të thoshe bashkombasve tu në gjuhën anëtare, natyrisht, cila është porosia jote dhe kërkesa jote për ta? Moji zemljaci, mi smo dugo tu i vjerojatno smo sve probleme preživjeli zajedno. I ja znam da kad pričamo o našim oponentima, kad pričamo o Srpskoj listi, da svi kažu dovde su nam došli. I zato ja hoću da vam kažem, vi lako njih možda rešite. U nedelju odete da glasate i 127 i verujte mi, njih više u političkom smislu neće biti. Oni su sigurno početak kraja iza onog nepomenika koga svi dobro znamo, a koji je verovatno najveći srbomrzac u istoriji Srbije. Hvala vam puno. Drashish, faleminderit për pranimin tuaj në emisionin tonë. Ju urojmë sukses në fushat dhe në ditën e votimeve. Shikues nderuar, vazhdojmë tutje, mbetemi për pak qaste në temën që po trajtojmë, bazuar në deklarimet e qytetarëve, anketat tona, premtimet e partive politike për punësim, rritje pagash e projekte infrastrukturore nuk po joshin ata. Por në odën ekonomike të Kosovës vlerësojnë se premtimet e partive duhet të jenë serioze, pasi qytetarët kanë nevojë për një standard më të mirë jetësor. Rritja e pagave dhe e pensioneve, shtimi i vendeve të punës e zhvillimi ekonomik janë vetëm disa nga premtimet e partive politike në këtë fushat zgjedhore, por sa po ju besojnë qytetarët ofertave të tyre.
Në kohën kur vendi po përballet me një inflacion prej 7.5% si dhe me papunësi prej 10.9%, për qytetarët premtimet e partive politike janë pak të besueshme pasi siç thonë të tillat përsëriten çdo herë në kohë zgjedhjesh. Hiç nuk e besoj. Kur nuk na kanë treguar të vërtetën. Edhe ata ballin gaje çudita me ta shka thënë ata. S'ka kërgjë të re. Wallahi, hes për ju besoj masë, premtime sa dush e kur ato s'po realizohen. A ju besoni ajo? Jo, çfarë besoni ju? Shumë pak. Pse s'ju besoni? Se di se krejt çmimet shkojnë te nalt, rrogat ju. A mundet kështu të më nejt nuk e di. Po valla s'e di bre. Ka gjatë dashtonjen. Ka gjatë shobeli, jo pak po shumë. Ju personalisht i besoni këtyre premtimeve? Allo, jo as e tru. Na kanë dëshuar shumë herë. Nuk u besoj ty në as pak, Pse s'ju besoni? se parraj. Alla të përsëreshme si vitet e kalume. Janë përsëreshme për çdo herë. Përveç rritjes së pagave, pensioneve e punësimit, përfaqësuesit politik kanë premtuar edhe ngritjen e kapaciteteve të reja energjetike, autostrada, hekurudha e të tjera. Në odën ekonomike të Kosovës, thonë se disa nga premtimet e partive politike mund të jenë të realizueshme, por jo të gjitha. Sipas kryetarit të odës, Lulzim Rafuna, ofertat e partive duhet të jenë serioze pasi qytetarët ka nevojë për jetesë më të mirë. Ato që në argumentu, ato mund të realizohen pas një problem. Po një pjesë e tyne, domethënë prapë për theksoj, si sasi, kemi pas rastin për shembull ku thuhet do të ndërtojmë 5 stadiume, është e pamundur. Është e pamundur, mu ndërtu 5 stadiume kur e dim se sa është kosta e një stadiumi. Nëse ti më thu një stadium po, se ka mundësi. Po ashtu edhe të shpenzimet rrjedhëse të rritja e pensioneve, rritja e pagave, veteranëve këtyne, edhe ato ka mundësi dhe hapësirë buxhetore për mu realizuar. Ish dashme qenë serioze. Ish dashme qenë serioze duke pa që jeta e qytetarëve të Kosovës, sidomos këtë kohën e fundit, shumë është vështirësu për shkak rritjes së inflacionit. Mirë po, e kemi sfidë se nuk për dëshmojnë ka mënyra e financimit të tyre. Se sa që t'je premton një shpenzim, du të me ditë ka e merë financimin. E financimin s'po na thonë ka e marë. Për kategoritë më meritore. Fushata e partive politike për zgjedhjet e parakoshme parlamentare përfundon të dielën para nisjes së procesit të votimit. Presidenti i Këshillit Evropian, Antonio Costa, pas vizitës në Kosovë, ka qëndruar edhe në Serbi, nga ku ka thënë se zbatimi i marrëveshjes së Ohrit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është thelbësor për rrugën e integruese të dyja vendeve. Ndërkohë, njohës të diplomacisë vlerësojnë se BE-ja kërkon nga vendet e Ballkanit Perëndimor që standardet evropiane duhet i plotësojnë gradualisht. Një ditë pasi qëndroi për vizitën në Kosovë, presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa gjatë ditës qëndroi në Beograd, nga ku kërkoi nga presidenti i Serbisë Vučić zbatimin e marrëveshjes së Ohrit si kusht thelbësor për afrim me Bashkimin Evropian. Zgjerimi bazohet në ndërtimin e besimit. Rruga përpara është e vështirë, por shtegu është i qartë. Ne duhet të përqendrohemi në 3 prioritetet kryesore: nxitjen e marrëdhënieve të fshinësisë së mirë dhe bashkëpunimit rajonal. Ato janë thelbësore si për sigurinë, ashtu edhe për prosperitetin ekonomik. Dialogu Beograd-Prishtinë dhe zbatimi plot i marrëveshjes së Ohrit janë kritike në këtë drejtim. Përputhja me politika dhe vlerat e Bashkimit Evropian, në veçanti me politikën tonë të përbashkët të jashtme dhe të sigurisë. Këto nuk janë vetëm parime që ne i mbështesim, ato janë vetë themeli i projektit evropian dhe partneritetit tonë me Serbinë. Presidenti Costa kishte kërkuar zbatimin e marrëveshjes së Ohrit edhe nga Kosova gjatë një vizite të mërkurë në Prishtinë, pas takimeve që kishte zhvilluar me udhëheqësit e institucioneve në detyrë dhe përfaqësues të partive politike. Sipas ambasadorit të karrierës Albert Prenkaj, mesazhet e zyrtarit të lartë të BE-s kanë për qëllim t'ua përcjellin secilit shtet veç e veç se detyrat e shtëpisë duhet të i kryejnë vetë, pavarësisht se Bashkimi Evropian ka interes për zgjerimin e Unionit. Takimi me qeverin kujdestare, pra kryeministrin me presidenten e detyrë, dha mesazhin që Kosova duhet i kthehet dialogut me Serbinë, gjërsa në Serbi nuk e dha këtë mesazh. Serbisë i kërkoi që t'i plotësoj
kriteret e para sipas aki komunite, pra kriteret kryesisht në aspektin ligjor juridik. Pritet që në samitin e Tivarit prej të gjitha shteteve që të jenë korrent sipas kërkesës së Këshillit Evropian që t'i plotësojnë standardet në mënyrë graduale, pra nuk heq dorë Evropa nga integrimi I shteteve të Ballkanit Perëndimor në mënyrë graduale, duke I plotësuar standardet. Presidenti I Këshillit Evropian Antonio Costa gjatë qëndrimit në Kosovë tha se Kosova ka nevojë për institucionet e forta, të qëndrueshme dhe funksionale dhe të afta për të zbatuar reformat. Për ambasadorin e karrierës Albert Prenkaj, këto janë mesazhe të qarta se në sytë e faktorit ndërkombëtar, Kosova nuk ka treguar lidership për të formuar institucione stabile. Po leximi ndërkombëtar I Kosovës është se nuk ka treguar Kosova leadership dhe as pikuri politike që të ulen tavolinë dhe të kryejnë një qeveri funksionale, mbase edhe konsensuale, e cila do ta nxjerrë Kosovën nga kjo situatë në të cilën limboze, në të cilën gjendet që në periudhë të gjatë, pra gati 2 vjeçare, pra kemi periudhë shumë të gjatë mungesës së institucioneve dhe të qeverisë Kosovës, gjithsesi legjislaturave funksionale të Kosovës, andaj edhe presidenti Kostas pledon që partitë politike të ulen, të gjejnë gjuhën e përbashkët dhe të kenë një qeveri funksionale, konsensuale, e cila do të jetë e pjekur që të vazhdojë rrugtimin e saj ndërkombëtar. Vizita e presidentit të Këshillit Evropian Antonio Costa në vendet e Ballkanit Perëndimor I paraprin samitit me lideret e Ballkanit Perëndimor, I cili mbahet më 5 qershor në Tivat të Malit të Zi. Vazhdojmë shoqërimin me ju me lajme të tjera. Në kryetari I komunës së Novobërdës, Bajrush Shymeri tha për radio televizionin tonë se me hyrjen në fuqi të ligjit për shtetësinë po rrezikohet ndryshimi demografik në këtë komunë, I cili sipas tij deri diku ishte I balancuar. Ashtu si që janë të shqetësuar të gjithë qytetarët e Republikës Kosovës në përgjithësi në bazë të asaj që kanë dëgjuar përmes mediave, natyrisht që jemi shqetësuar edhe na dhe tani po vrehet një fluks I madh I qytetarëve serb të cilët po vinë për të regjistruar. Këto e pa në këtyre ditëve edhe në obor të objektit komunal, edhe pranë zyreve të ofiqarisë të cilët janë të prit, do thotë për me bo një regjistrim të tillë. A ka ndonjë numër se sa kanë aplikuar deri më tash? Po tash në bazë të informatave që I kam marrë prej zyrës së ofiqarisë, dikun rreth 30 është numri deri tash që janë regjistruar dhe natyrisht këto si më thon ky ligj do të ketë pasoja edhe politike, do të ketë pasoja edhe financiare apo ekonomike, sepse pasoja politike natyrisht do ta ndryshojë demografinë këtë rast, numri banorëve do të rritet në veçantë në këto komunat ku kemi pas një farë balancin deri ne themi tani komunën tonë do ta afektojë sigurisht ky regjistrim I qytetarëve serb, edhe ndoshta edhe komuna tjera sa I përket anës financiare natyrisht sepse këta do t'i kushtojnë buxhetit të Kosovës sepse të gjithë ta qytetarë që regjistrohen do të gëzojnë beneficionet e njëjta që I gëzojnë të gjithë qytetarët, këtë rast do të kenë të drejtë të marrin pensione, do të kenë të drejtë të marrin ndihma sociale, do të kenë të drejtë të marrin subvencione në bujqësi edhe nga komuna, edhe nga ministria, do të kenë të drejtë të subvencionohen edhe për energji elektrike, edhe për këto ndihmat e kohëpaskoshme që përjep qeveria edhe për lehonat, edhe për studentët, edhe për nxënësit, edhe për pensionerët. Pra, kur kjo kalkulohet, natyrisht që do të ketë edhe barë edhe financiare. Në këtë temë, analisti I çështjeve të sigurisë Bedri Helezi thotë se ligji për shtetësinë I miratuar në Kuvendin e Kosovës do duhet të amandamentohej në mënyrë që të ketë kritere lidhur me personat që dëshirojnë të marrin shtetësinë e Kosovës. Helezi vënë pa edhe shqetësimet e ngritura se pas miratimit të këtij ligji, fëmijët kriminalëve të luftës në Kosovë kanë përfituar shtetësinë e Kosovës. Zotri Helezi, ligji për shtetësinë ngjalli valë reagimesh, me që po thuhet se do të vinë lloj-lloj njerëzit që të aplikojnë të marrin të mirat të shtetit. Në aspektin e sigurisë, si po e shihni këtë situatë? Në fakt,
jemi dëshmitar të asaj se ka reagime, madje edhe nga më tashprat, se përket mundësisë personave të cilët janë potencialisht mund të themi me probleme kriminale, janë shtetas të Republikës Kosovës, madje së fundi janë ngritur shqetësimit edhe nëse fëmijët e personave që kanë marrë pjesë në luftën e fundit, që kanë kryer krime të rënda, mund të janë shtetas të Republikës Kosovës dhe të përfitojnë nga ky ligj. Në fakt, në aspektin e sigurisë, kujtoj që mundësia për me u trajtu në mënyrën e dur është duke konsideruar që kemi Agjencinë Kosovës për Inteligjencë, kemi edhe Agjencinë për verifikim kodër të zyrës së kryeministrit apo në kodër të kryeministrisë, dy institucione të cilat kanë kapacitet juridik për me i trajtu aplikimet dhe me pa nëse personat eventualisht mund paraqisin problem për sigurinë e Republikës Kosovës. Ne dim që siguria publike në Kosovë ka degraduar seriozisht dhe është një sfidë shumë serioze dhe nëse shtojmë numrin e personave me potencë kriminale në Kosovë duke përfituar pikërisht nga këtë ligj, atëherë pyetja me të drejtë shtrohet se ku kemi pretenduar që të arrijmë duke krijuar këto rrethona të reja që njerëzit të janë shtetas të Republikës Kosovës. A ka vërtet vend për shqetësim? Në fakt, referu kësaj që këtij ligji që domethënë është aktualisht në mundësi për qytetarët e Republikës Kosovës dhe mundësi për persona të tjerë për të qenë ka hapësirë. Ka mangësi, nuk është konsumuar në mënyrën e dur dhe nuk është trajtuar në aspektin sidomos sigurisë, nuk janë dhënë kompetencat mjaftueshme institucioneve tona apo mund të themi nuk janë kriju rrethona juridike që me pas një qasje ndryshe për me pas mundësi me i verifikuar në mënyrën e dur personat të cilët janë me potencë kriminale, me rrezikshmëri të lartë, apo edhe persona që janë pjesë e familjeve apo individëve familjarëve që kanë kryer krime të luftës në Kosovë, siç u përmendë edhe së fundi, nuk mendoj që ka pas mundësi dhe ka mundësi që qoftë mua amendimentu ky ligj, qoftë edhe me u pa se si funksionalizohet. Gjithmonë mos harrojmë një fakt që në Kosovë ka shumë ligje që nuk funksionalizohen, nuk jetësohen dhe janë mbetë në letër. Por amendimenti është një mundësi reale dhe uroj që kuvendi i arshëm, qeveria e arshme të shë mundësinë për me amendimentu këtë ligj dhe me pa sa më shumë favore në aspektin e kontrollit përkatësisht në çështjet që lidhen drejt për drejt me sigurinë. Thjesht që të kenë mundësi të gjithë aplikantët të nënshtrojnë një kontrolli, një verifikimi të fuqishëm, sidomos ato që janë me probleme të aspektit të sigurisë, sidomos ato që kanë vepra penale. Ekipi realizuesi i këtij edicioni ju falenderon për vëmendje dhe ju uron çaste të këndshme në vazhdim të programeve tona.